Ka regjizor që bëjnë filma dhe të tjerë që ndërtojnë atmosferë, debat, pritshmëri. Sepse filmi nuk është vetëm ajo që shohim në ekran, është ritëm, tension, emocion që mbesin dhe pasi dritat ndizen. Sot me mua është një nga figurat më të komentuara të kinematografisë shqiptare, një regjizor që ka lëvizur mes filmit komercial, dramës dhe projekteve që kanë ngjallur debat e publiku. Me mua sot Eduard Grishaj. Jona shumë knatësi dhe kam marrë shumë me qejf tek ty se sa tek shumë intervistat që janë sot në televizion ose në radio dhe në tjera. Pra, e kam vlerësuar shumë intervistën bashkë dhe po pres me pa adorim për të bërë një bisedë për filmin, për spektaklin, për çfarë duash ti. Mirë se erdhe. Ma bëri qefin tani. Edi, po të thras kështu Edi. Si duash. Po i krijoj konfidencat që tani, që në hyrje vet. Ti ke qenë pjesë e disa projekteve që kanë pasur impakt shumë të madh te publiku. Sipas teje, çfarë i mungon ende filmit shqiptar për të kthyer realisht në industri dhe jo në thjesht një event premiere? Filmit shqiptar i mungojnë lekët. Unë mendoj se këtu ka të ri talentuar, ka të ri të cilët kanë qejf të punojnë, ka të ri të cilët kanë mbaruar shkollën e filmit, e fatkeqësisht punojnë në vende të tjera që nuk i përkasin fare asaj që kanë mbaruar. Dhe këtu fatkeqësisht prej shumë vitesh, këtu e mbase 20 vite përpara kur ka fillu të rizhvillohet edhe një herë filmi në Shqipëri, ka një lloj monopoli të filmit që të rive ju ka mbyll derën dhe si rrjedhoi pastaj kanë munguar dhe filmat dhe cilësia e gjitha me radhë. Por lekët janë kryesorja. Pra ti për të bërë një film. Mendon se vështirësia nuk mjafton vetëm talenti. Pastaj kur ke lekët, duhet me pas guximin, duhet me pas talentin, duhet të bën gjitha bashkë. Pra ti mendon se është më vështirë të bësh një film se sa të bindesh njerëzit që ta shohin atë film. Kjo pastaj është akoma një proces shumë i vështirë sepse pastaj futemi te marketingu. E kjo do një analizë shumë thellë sepse për të bërë një film janë shumë hapa që duhet të ndjekesh për ta realizuar atë. Por nuk mjafton thjesht pastaj për ta bërë filmin. Mjafton dhe duhet një punë shumë e madhe për të sjellë njerëz në kinema që sot është bërë shumë e vështirë. Kjo ka ndryshuar këtë tendencë që me Covidin, që njerëzit u izoluan brenda dhe u mësuan që filmat dhe çdo gjë tjetër ta shikojnë online. Hapi shumë rrugë Netflixi dhe shumë e vështirë të sjellësh njerëzit. Pra, edhe kur ti e bën një film me shumë vështirësi në Shqipëri, dhe të bësh një film në Shqipëri vështirësia është 10 herë më e madhe se ta bësh diku tjetër, prej shumë komponentëve që mungojnë këtu. Por edhe kur e bën është do një punë shumë të madhe dhe nuk mjafton thjesht të bëre filmin dhe ta shikosh me shtëpinë tënde, por duhet ti sillesh njerëz në kinema. Po nuk i solle njerëz në kinema, e pastaj gjithë mundi që ke bërë shkojnë kot edhe lekët, shkojnë kot çdo gjë. Pra duhet është një magji tjetër për të marrë njerëzit. Unë kam pas eksperiencë me gjithë filmat që kam bërë. Jam munduar që filmin ta bëj sa më shumë të aksesueshëm për njerëzit. Unë kam shkuar dhe jashtë, ne kemi po bërë një film, nuk mjafton për ta dhënë vetëm në Shqipëri. Nuk mjaftojnë kinemat këto. Dhe po i mbushë kinemat plot, ti nuk nxjerr as shpenzimet e tuaja. Nëse filmi nuk del për te kufive Shqipërisë, ti je i humbur. Dhe kjo është një problem shumë i madh i trive që kanë bërë, flasin për filmat komercial, që kanë bërë një film dhe i kanë lënë këtë zanat, kanë bërë një film duke menduar se do bën pasur dhe duke menduar se do fitojnë shumë lekë. Por po të hysh teknikisht tani, nëse bën një film, nëse çon në kinema, Cineplex ose ku duash ti, automatikisht 50% e biletës do t'i marrë kinemaja. Ti si producent ose si regjisor, si njeri që ke krijuar dhe ke realizuar filmin, je njeriu që fiton shumë më pak lekë se të gjitha të tjerët. Pra, nëse ti tani shkon në kinema dhe bashkë me biletet, bashkë me ushqimet, me popcorn, me pije, ti harxho 30.000 lekë, ai që ka bërë filmin dhe ai për cilin ti ke shkuar aty ka fituar 3.000 lekë. Flasim për vjetra. Dhe me këto të ardhura, ti nuk mundesh që me mbyll shpenzimet atij filmit e jo që ti të bësh filmin e dytë. Pastaj, nëse ti e ke filmin, të cilin ke mundësi për të rrezikuar, për ta çuar dhe jashtë. Dhe nëse jashtë ty të mushit kinemaja, pastaj ti ke kurajon për të fituar, për të bërë një film tjetër, por jo për të bërë i pasur. Dhe unë kam shumë vite që po punoj dhe po mundohem që, si me thënë, të vej një
tull të ky muri kinematografisë shqiptare për të arritur dhe për ndryshuar një lloj tendence të njerëzve për të çuar njerëz në kinema dhe për ta bërë kulturë. Pra kjo do të jetë kulturë, kjo do të jetë festë, sikur në Gjermani që shkojnë për të parë një ndeshje ose në vende tjera për të parë në teatr, duhet edhe këtu për të parë filmin dhe duhet të mësojnë shkojnë kinema, sepse kështu duke shkuar në kinema kontribojnë dhe për të rinjtë të cilët merren me film dhe që të mos ta lejnë këtë punë pa e filluar akoma. Pra, me sa kuptova, ekziston një kompromis mes asaj që ti do të bësh artistikisht dhe asaj që shitet. A është i vështirë ky kompromis? Jo, nuk mund të them se është një kompromis, por është një punë e vazhdueshme që ti nuk duhet dorëzohesh. Pra, atë që thash më përpara, janë shumë të rinj që edhe me lekët e tyre, me kursimet e tyre, të familjes e tjera me radhë, kanë filluar për të bërë film, janë demoralizuar dhe kanë lënë këtë punë. Pra, nëse e le unë këtë punë, nëse e le dikush tjetër, kjo punë nuk do eci. Pra, do të gjinden rrugët të cilet do mundohesh ta bësh filmin e mirë, ti sillesh edhe njerëz në kinema, që kjo industri të rritet. Pra, thjesht nuk do dorëzohesh jo te filmi, por te asnjë punë tjetër, sepse ne kemi problem shumë të madh që i lëm punën për gjys. Dhe po e le punën për gjys, ti nuk e shikon se si është fundi i kësaj pune. Pra ti do ta çosh deri në fund. Un kam pas fatin që filmat, për shembull, edhe pasaportat që ka qenë i fundit, kam rrezikuar dhe kam pas fatin që kanë ardhur njerëz në kinema. Pastaj është edhe çështja tjetër marketingu, ta ke parasysh. Domethënë, një film sa do të mirë që ta kesh, nuk është ajo më e rëndësishme. Duhet që njerëzit vinë ta shikojnë filmin. E pastaj kur ti sillesh me pa filmin, mirë që është filmi me qenë i mirë, që njerëzit më thanë njerëzve të tjerë dhe kështu me radhë mund të futesh. Pra nuk do të dorëzohesh në këtë punë. Pra nuk është një kompromis se ti të bën me dikant, thjesht ti duhet bësh maksimumin. Okej, ku e vendos ti kufirin personal mes një filmi që i shërben tregut dhe një filmi që i shërben vizionit? Dëgjoj, kur bën një film, nuk mendon se do i shërbesh dikujt. Pra, unë kur filloj me bën një film, duhet që ty të pëlqejë të parë filmi, ti të kesh besim te projekti që bën. Duhet njohësh shumë mirë mentalitetin e njerëzve dhe duhet ta dish se për çfarë ke bërë filmin. Sepse ne kemi problem shumë madh se sa fillojmë me bën një film, direkt mendojmë se me këtë film do shkojmë në Oscar, dikun do fitojmë diçka, pra duhet ta ndash mendjen se për çfarë po e bën filmin. Ti po e bën një film për festivale apo do e bësh një film për të debërtuar tek publiku. Dhe faktikisht duhet me njoh mentalitetin e publikut, duhet me ditë dhe për çfarë publiku do shkojë ta shikojë filmin tënd. Pra, varet e tema që ti bën. Pra, kur ti fillon të shkruan filmin, ti ja dedikon asaj pjese të cilët do të vinë nesër për ta parë në kinema. Kështu është që i bëjon filmat e mi. Dhe mundohen, për shembull, filmi im i fundit ka qenë një film për emigracionin. Dhe shtysa ime kryesore ka qenë që filmi të shkojë në emigracion, sepse ne kemi një popullat shumë të madh që jeton jashtë Shqipërisë. Dhe besoj që ata janë, si më thënë, konsumi më i madh që mund të bëjë dhe që Jam shumë kurioze, cili është momenti më i vështirë? Para xhirimeve, gjatë xhirimeve apo në fund pas xhirimeve? Kur fillon një film, ato që mendoj janë momentet, ato që të ngelin në mendje, janë momentet e vështira. Dhe ajo që ti heq nga mendje momentet e vështira janë kur ti përballesh me publikun që del nga kinemaja dhe satisfaksioni që ti merr nga ata me fjalët e tyre, pastaj aty fillon edhe qetësohesh. Por po të flasim, kthehemi te eksperienca ime sepse kam shumë dëshirë që të flas mbi bazën atyre që kam kaluar unë. Për shembull, filmi i fundit, Pasaporta, ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme për mua. Dhe çdo film është një provim vete. Pra, nëse kam pas shumë sfida te Sofia, për shembull te filmi Sofia, unë kam pas aktore kryesore Tinka Kurtin, me të cilën kam punuar shumë gjatë para fillimit të xhirimeve. Pra, sepse ti me aktorë do të punosh me skenarin, duhet të punosh me historinë, ata do të njohin ty, ti do të njohësh ata në gjitha dimensionet. Dhe unë kam punuar shumë gjatë me atë. Dhe kur kemi filluar xhirimet e filmit, u bëm gati dhe kemi shkuar, unë kam xhiruar në Theth,
Domethënë qafthore quhet një vend atje afër Thetit, nuk e di a keni qenë si unë nga Berati, nuk e di a keni vizituar Veriun. Po, kemi vizituar dhe na pëlqen shumë. Po. Dhe kur kam shkuar atje për xhiruar me Tinka Kurtin këtë rast, kemi filluar ditën e parë xhirimeve dhe ajo nuk e bënte dot rolin. Nga mosha, nga lodhja etj me radhë. Dhe ne kemi qenë rreth 40 veta staf në 1700 metër sipër atje, mbi nivelin e detit, për xhiruar me gjithë grupin. Dhe pas ditës parë xhirimeve, në orën 2 të natës, më zhdasht të marr vendimin për ta ndryshuar aktoren kryesore, me të cilën kisha investuar e punuar shumë kohë përpara. Dhe kam menduar me vete që kjo është gjë më e keqe që mund ndodhi një regjisorë në një proces filmi. Dhe kam marrë aktore tjetër, të cilën e kisha aty për një rol tjetër, dhe kemi punuar gjithë natën dhe kemi filluar xhirimet për nesërmen. Sepse ne nuk e kemi luksin që të ndërpresim, të ikim shtëpi, fillojmë edhe nga e para, sepse është kjo puna e legëves që unë përmenda që në fillim të intervistës tonë. Pra u përballa me një vështirësi shumë të madhe. Dhe kur marrova filmin Sofia, mendova si marrova vështirësitë, sepse kemi xhiruar në kushte shumë vështira, atje s'kishte energji elektrike, kishte probleme etj me radhë. Por shumë herë vështirësitë bëjnë akoma më të fortë për të ecur para. Dhe pastaj fillova me filmin tjetër që ishte Pasaporta, një temë emigracioni, një histori shumë e fortë, dhe unë frymëzohem nga ato historitë e vërteta. Pra, unë dëgjoj histori të cilat pastaj i kthej me mendjen time film, dhe pastaj duhet gjej njerëzit që të ma kuptojnë idenë për ta çuar këtë ide përpara, për ta kthyer një punë vizuale. Dhe kam pastaj shumë vështirësi me filmin Pasaporta, cilin unë doja ta xhiroja sipas kësaj historisë që unë u frymëzova, një çift që shkonte ilegalisht në Kanada nëpërmjet Meksikës. Dhe unë doja që të shkoja dhe të ndiqja komplet rrugën që kishte bërë dhe çifti real. Dhe kam shkuar dhe kam xhiruar në Meksik. Aktorin kryesor kisha një vajzë nga Kosova, dhe të cilën si me Tingën e film Pasaporta dhe me vajzën kisha punuar shumë kohë përpara, një aktore shumë e mirë, por pak para se të niseshin për Meksik, mora vesh që Meksika nuk e njeh Kosovën si shtet, dhe si rrjedhoi, kjo vajza nuk futej dot në Meksik me pasaportën e Kosovës. E pavarësisht interesimit dhe të gjithëve që më thanë mos u nis sepse kjo nuk lejohet, unë u nisa me atë vajzën nga Shqipëria në aeroportin e Frankfurtit. Dhe çfarë ndodhte? Ne kishim këtë stresin e madh që këtë nuk do ta lejmë me kalu, sepse nuk lejohesh me kalu kjo. Dhe kishte stres vajza, kishte stres edhe djali. Dhe unë xhiroja në aeroporte. Dhe kjo gjë psikologjikisht i shërbente shumë filmit, sepse këto aktorët e kishin këtë tensionin e tyre, siç ishte dhe historia e filmit. Dhe ndonjëherë këto vështirësi dhe tensionet që kanë, aktorët i bën shumë më të vërtetë dhe e ndihmon shumë filmin kjo si proces. Pra, e mira e regjisorit është dhe aftësia është nëse edhe vështirësitë i kthen në avantazh që aktorët jenë sa më real. Dhe filmi, si thash, në Shqipëri ka vështirësi nga dita 0 deri në ditën që e përfundon. Por, pastaj, vështirësia më e madhe është kur filmi ka mbaruar dhe ti kur përballesh me njerëzit, dhe ti mendon me vete që po njerëzit ata pëlqejnë ashtu siç e ke pëlqyer ti, ose atë e kupton njerëzit atë që ti ke krijuar. Dhe pastaj fillojnë dilemat e tjera. Dhe pra filmi ka gjithmonë vështirësi, por patjetër që ka edhe kënaqësitë e veta shumë të mëdha. Pra është magji komplet tjetër. Unë kam punuar që 14 vjeç në televizion, por magjin që ta jep seti i xhirimit besoj që nuk ta jep asgjë gjatë tjetër. Dhe mbase televizionin unë do ta quaja komercial, me atë kuptimin që po flisnim pak më parë, kurse filmi është që komplet magjike, artistike, shumë reale, është diçka që një gur që mbet gjithmonë. Okej. Nga i gjen këtë guximin, Edi, është thjesht pasion, vetëm pasion, nuk është miksuar me diçka tjetër? Po, besoj që e para është pasioni i madh që ke, e dyta është dashuria që ke për këtë që bën, dhe njerëzit lindin dhe ushqejnë diçka që e kanë me shumë dëshirë dhe
është diçka që ata i mban gjallë, si mu në rastin konkret kjo. Por filmi nuk është si një televizion që ti duhet ta bësh dhe ti mendon se në shtator ti do fillosh diçka. Unë për shembull, filmi nuk e kam kështu, pra unë nuk e planifikoj për ta bërë. Filmi është diçka që lind instinktivisht tek unë, pra historia që aty fillon. Pra unë mos ta kem mendjen fare për ta bërë një film, por rastësisht unë takoj Bjonën dhe bisedoj me te dhe Bjona më çon diku me një histori dhe them që ky duhet ta bëj film dhe unë filloj dhe punoj. Pra është një proces tek unë që lind brenda mejet bashkë me mua dhe të dy bashkë pastaj shkojmë dhe e krijojmë. E ke parasysh është si një fëmijë që ti e don shumë edhe ti do merresh me të gjithë kohën. Ndryshe nga puna në televizion, pastaj që ti thu që unë do ta bëj këtë punë sepse unë duhet të fitoj edhe këto lekët edhe ta bëj, don me pasion e gjitha me radhë, kurse filmi është diçka më magjike se kjo. E ke menduar ndonjëherë sikur të kesh këtë kufizim, këtë lirin totale pa kufizime për të bërë një film? Çfarë do sidhe ti nëse do kishe këtë lirin? Si financiare, nga infrastrukturën, po. Unë të gjithë filmat që unë kam bërë, e kam pas gjithë lirinë. Sepse unë duke lënë filmin e fundit që kam bërë një film të shkurtër tani, e kam mbaruar me qendrën kinematografike të filmit, është filmi i parë që unë ma ka financu qendra filmit, se unë asnjëherë s'm ka financu qendra filmit, unë i kam bërë filmat me buxhetet e mia. Pra dhe kam qenë shumë i lirë. Dhe të them të drejtën, sa herë që unë kam pas ndonjë ofertë nga producentët të tjerë, që më kanë thënë, unë jam producenti, ti je regjisori, hajde ta bëjmë film bashkë, s'kam pranuar. E para është kjo që do të them, që ta thashë pa përpara, që është shumë e vështirë që unë tani të bëj një film dikujt tjetër. Është shumë e vështirë që unë të vi të bëj një film të një skenari që mund të jenë shumë i mirë, por unë do ta ndjej këtë gjë. Pra dhe është shumë i vështirë që unë punoj me një producent të cili mu do më kufizoj. Në kufizoj me çfarë aspektit? Pra nuk mund të mvesh mu detyra që të marr aktor t'i kanë që nuk më bind mua. Nuk mund të më vesh mu detyra që të marr unë një drejtor fotografiet që ti do ti, sepse mund të kenë kushtu mua lirë saj që du unë. Pra unë deri tani nuk kam pranuar të punoj me asnjë që më ka thënë kam lekë të hajta bëjmë diçka bashkë, sepse unë këtë punë kam me shumë pasion dhe e du shumë dhe primarja ime është ky arti që unë bëj dhe nuk mund t'i bindem dikujt tjetër për të më kufizuar mua për të bërë atë që mendoj unë. Jo se unë jam më i zgjuar dhe unë jam një kokë e madhe më i madhe se ai aty, por unë nuk mundem me pas kufizime nëse unë e du diçka, unë du ta kem për ta bërë filmin. Dhe për shembull, filmi i fundit do kishte qenë shumë e vështirë që të punonte dikush me mua. Dhe unë thoja që do më shku me xhiru në Meksik, do më shku me xhiru në Itali. E din sa kolegët mi më thonin pse duhet të shkosh ti deri në Meksik se mund ta bësh Meksikën Ksamil për shembull. Por nuk e bëj dot. Pra unë du të shkoj tek vendet që ka ndodhur ngjarja, sa ajo më frymëzon mua. Edhe te filmi që kam bërë Sofia, që është një histori nga Adzef Plumi, është një histori që ka ndodhur fiksa atje ku kam xhiru filmin. Pra nuk është shumë e rëndësishme që ti mund ta bësh edhe në studio. Mund ta bësh në studio. Po fakt, nëse ta shpjegoj ty teknikisht, se unë pse nuk e bëj Meksikën në studio, se ne nuk kena infrastrukturë sot. Dhe pse unë kam shku me xhiru film pasaport dhe kam xhiru në avion, rrugës 10 orë nga Frankfurti në Meksikë, kam xhiru në avion mrena. Pra do ishte shumë më lehtë për mua nëse unë avionin do ta kisha pas studio. Pra sepse ndodh që filmat në botë nuk shkojnë në avionin që shkojnë gjithë të xhirojnë. Shkojnë në një studio që është avioni mrena dhe ti xhiron je shumë komod. Por unë si kam lekët për të shkuar këtu në Shqipëri nuk ka, por ka avion Bullgari për shembull që ban shumë milion lekë për shku, por ne nuk kemi. Pra, por çfarë ndodh? Ti kur e shikon atë skenë, aftësia është kur ta shikosh ti nuk e dallon dot. Pra kur ti shikon një skenë film pasaportit që kam xhiruar në avion. Fakti që xhiruar aty mrena ka stewardesa, ka njerëz që kalojnë gjëra shumë natyrale dhe duket shumë e vërtetë që ja. Pra ndonjëherë edhe kur ti nuk ke mundësi ekonomike, ke mundësi që ti të xhirosh në momentin e dur, në vendin e dur që duket shumë bukur. Dhe po ta shikosh filmin tim pasaporta, ti duket se ke harxuar miliona lekë duke i bllokuar aeroporte, ke fut njerëz, po fakt nuk kanë fut askan, janë njerëz që janë të rastishëm aty. Edhe policët që janë të rastishëm aty, edhe udhëtarët, edhe stewardeset. Pra ti do të kapësh momentin, duhet të rrezikosh sepse ajo që kanë bërë është edhe e paligjshme.
ti sigjuron dot. Po pra ju s'keni kërkuar leje, domethënë në këto vende që keni kaluar apo brenda në Ja, shumë vështirë kërkosh leje me xhirën në Meksik. Mendoj se kanë marrë dhe fati, po s'keni pas fat. Po, edhe guximi është. Po. Dhe vërtet. Mi pra të bëjmë pak më fani, më interesant dhe unë Se si që më interesant ide. mendoj se audienca ime do diçka tjetër tani, do edin pas kamerave, edin në shesh xhirim. Cila është fjala që ti përdor më shpesh në gjatë xhirimeve në set? Unë jam shumë i qetë në set xhirimeve sepse ka shumë njerëz varet e natyrës e njerëzve që kanë shumë emocion. Unë edhe në set xhirimit, po dhe në spektakel, po të vish shikon, ka një harmoni shumë të madhe dhe ka një sportivitet. Pra shumë rëndësishme ai që drejton i pari se si ti dhe shkosh të gjithë. Pra, është shumë rëndësishme që ti mos i fusësh ankth njerëzve. Është shumë rëndësishme siguria që ka regjizori, sepse është diçka që e përcjell tek gjithë stafi. Unë jam shumë i qetë, sepse besoj që është forma më e mirë për ta kontrolluar situatën. Dhe nëse gjërat nuk ndodhin ashtu siç duhet moment, ti ke kohë rikuperimi, sidomos në film. Pra ti ke mundësi të marrësh më të mirën dhe fjala më e madhe, më e shpeshtë që unë përdori, them e kemi. Unë nuk jam nga ata regjizor që i shtyll në kuptimin figurativ aktorët për t'ju bërë 20 dubla. Unë mendoj që ata që marrin 20 dubla nuk janë sigurt. Pra, nëse ti e ke provuar 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, aty është dubla e mirë. Dhe unë jam partizan i dublave të para. Pastaj çdo gjë tjetër më duket shumë artificiale. Pra, ti duhet, mendoj që sekreti është që të punosh shumë me aktorët para se të shkosh në xhirime, që kur ti shtypesh rekordin e kamerës, ata të jenë gati. Aty tregohet e gjithë puna paraprake. Nuk është sheshi i xhirimit finali. Ti duhet sheshi i xhirimit është puna që duhet të kesh mbaruar dhe është gjithë rezultati i asaj që ti ke bërë paraprakisht. Dhe unë punoj shumë me njerëzit pa shku te sheshi i xhirimit. Pa të ka ndodhur ndonjëherë që të shohësh një projekt të përfunduar dhe të thuash në fund, "Okej, kjo dukej më mirë në kokën time." Pra të më duket më mirë si? Ti atë ka ndodhur ndonjëherë të shohësh një projekt të përfunduar dhe në fund të thuash, "Okej, kjo dukej më mirë në kokën time se sa ka dalë aty." Okay. Një moment ndoshta në një projekt që ti ke menduar shumë wow, domethënë tek ty ajo gjëja do ishte e mrekullueshme, por që nuk ka dalë ashtu siç ti e kishe menduar. Unë gjatë xhirimeve kur shikoj plan jam shumë e këmbë tokë dhe ja uli shumë pritshmëritë vetes dhe i përgatis psikologjikisht, që pastaj kur e shoh të finalizuar, e ke parasysh ti jemi kënaqur për asa kam arrit. Dhe unë mendoj që e kam filmin në kokë para se të filloj xhirimet. Pra, unë e di se çfarë dua. Pra, unë e kam filmin, domethënë. Dhe a din cila është aftësia pastaj, që filmin që ti ke në kokë ta ndash dhe me njerëzit që ti po punon. Pra rëndësishme është që ata që ti punon ta kuptojnë idenë tënde. Pra, unë nuk kam dilema mbrapa pastaj se si e kisha. Unë jam shumë i qartë me veten time. Ajo që punojnë paraprakisht është që dua që aktorët dhe gjithë stafi ta kenë qartë siç e kam unë. E nëse të gjithë e kanë qartë siç e kam unë, ky është filmi që unë kam dashur me bë. Super. Sa të rëndon ky presioni për të bërë gjithmonë diçka më të madhe se projekti që kaloi? A është ky suksesi i projektit që kthehet në pritshmëri që të ndjek? Suksesi para? Po, për shembull kur kam dhënë filmin Sofia, ka qenë shumë e vështirë, sepse ka qenë filmi i parë i gjatë dhe ishte shumë e vështirë dhe me ditë se si do e priste. Dhe fakti që shkoi shumë mirë në kinema, kjo të ndihmon shumë për filmin e dytë, sepse njerëzit vinë se thonë ky ka bërë, e kanë parë filmin dhe ka qenë i mirë. Por presioni është shumë i madh që ti a mban nivelin që ke pas përpara dhe ti gjithmonë ke një luftë me veten tënde që
a do jenë prap njerëz të kënaqur ata që kanë pa, po flas për njerëz që flasin mirë për një projekt tënd. Depresioni është gjithmonë, depresionin e ke gjithmonë me veten tënde. Dhe kjo nuk dalon kurrë, nuk mjafton me bërë një film mirë. Ti bën një film të mirë dhe filmi tjetër harron se çka ke bërë përpara. Nuk ka më vlerë. Tash gjithmonë në këtë punë ti vlerësohesh me punën tënde të fundit. Kam një pyetje të fundit. Thuaj filmin tënd të preferuar, jam shumë kurioze. Më erdhi kështu tani në moment. Një film që e vlerëson të gjitha pikat, që ti mendon se një film quhet i mirë, po quaj. Thojza. Për shembull, një nga filmat e mirë shqiptare është i ndjerë Dimitri Anagnosti, Xheleka djali i Abbasit. Është shumë film i mirë. Një film tjetër të mirë është kam pasur profesor po i ndjeri Gjergjuvani Parullat. Nuk po flas për filmat e komunizmit, po flas këta janë filma që janë demokracisë. Një film ndërkombëtar? Film ndërkombëtar kam për shembull një nga filmat që po më vjen në mend është Schindler List. E ke parë? Pa. Po, një nga më të mirët që historik që Steven Spielberg. Më pëlqejnë shumë këto filmat e bazuar në gjëra të vërteta, këto filmat që janë frymëzuar nga kjo dhe histori të reale. Po, dhe më ka pëlqyer shumë se si është e realizuar e gjitha. Ti di një se mendova se ishte pyetja fundit, por jo, sepse kjo rrida e bisedës të merr dhe të kërkon më shumë info ti nga kurioziteti. Po dhe Pianisti është një nga te Roman Polanski, një film jashtëzakonshëm. Ti ke një histori reale shqiptare që edhe do kam një ta pyetje bësh për ty, film? kam një pyetje për ty. Për shembull, filmi Gladiatori, është film komercial apo film autor? Apo ti e hoqe fare atë pyetjen edhe kjo nuk kuptohet tash për çfarë po flasim. E lëm për vet. Unë mendoj se ajo çoja autor, jo komercial. Nuk e di pse. Film autor është dhe komercial, po është një nga filmat që është parë më shumë, pse nuk që komercial kjo? Po është shumë film. Shikoj ti tani duhet ty terminologjisë komerciale. Pa. Nëse se kjo ishte jashtë. Okej, jashtë mes. Kjo ishte jashtë, ishte për ne kjo. Mirë, ti mos bëjmë pyetje. E ke të ndaluar. Okej. E mbarova, thjesht unë tani do bëj pjesën e fundit dhe kaq. Faleminderit. Faleminderit shumë Eduard Grisha që ishe sot me mua. Mësova shumë, kuptova që nuk di asgjë dhe na solli pak ky realiteti që ne nuk e dim. Ne shikojmë vetëm atë produktin final dhe nuk e dim këtë lodhjen dhe këtë stresin që ndodh pas kamerave, pas asaj gjë së bukur që ka ekrani me ngjyra. Po pse zgjolle teme diplomës për kinematografinë, për filmin? E zgjodha pikërisht që gjatë punës dhe të mësoja. Është një nga këto temat që unë që nuk di shumë. Unë nuk kisha zgjedhur librin dhe unë për librin di shumë, di pafund. Dhe kam zgjedhur këtë gjë që gjatë rrugës, gjatë kësaj gjë që unë do bëj, që ndoshta edhe nuk vlerësoj maksimalisht, unë të mësoj, të marr nga kjo, dua të marr nga të gjitha dhe kjo ishte pika ime më e dobët dhe unë zgjodha pikërisht këtë që të sfidoja në një farë mënyrë veten time, që të mësoj. Edhe nga ty mësova shumë sot, më beso. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë dhe siç thash në fillim ishte shumë kënaqësi dhe qejf që shpresoj që kem kontribuar sadopak tek gjithë përmirësimi juaj vizual për filmin dhe për processin e tij. Okej, faleminderit.